S'paj do të themi që zgjedhjet në 5 bashki plotësojnë standardet e një palë zgjedhje normale si zhvillohen, sepse po ta shihni dhe periudhën në cilën janë bërë, janë jashtë çdo afati kohor, sepse 4 nga këto 5 bashki duhet të ishin zhvilluar zgjedhjet që me datën 11 maj, çfarë do të thotë që qytetarët do të kishin mundësi për të zgjedhur drejtuesin e bashkisë që me datën 11 maj, sepse dhe afati kohor ishte i mjaftueshëm për shpalljen e zgjedhjeve. Së dyti, vetë qeveria ka tentuar për t'i konsideruar zgjedhje jo të rëndësishme, sepse të mos harrojmë janë 5 bashki të cilët janë drejtuar nga socialistët, ndoshta edhe me vota të vjetura ose të plera, dhe së fundit do të themi që pjesëmarrja e ulët, paktën nga aq sa kemi marrë vesh në media në 5 bashkit është një tregues që do të thotë që qeveria e ka humbur votbesimin, e ka humbur, po themi, shpresën e qytetarëve, i ka bërë të pandijshëm qytetarët për ta demonstruar dëshirën e tyre me votë, dhe në këtë kontekst është një alarm, sidoqoftë rezultati është një alarm për këtë qeveri. Mjafton të shohësh bashkinë e Vlorës,